Elhamdulillah. Sot jemi në ditën e 29 e 29 të Ramazanit. Pra 19 mars 29 Ramazan. Elhamdulillah. Pra sot është dita e fundit e agjërimit dhe lut Zotin në madh që na këtë pranuar çka ka kaluar, na I këtë te I kaluar gabimet tona dhe të metat tona, na I fal gjunafet tona, qoftë ky një Ramazan I pranuar tek Zoti dhe qofshim më të mirë se çfarë ka kaluar. Zoti na fal dhe Zoti na mëshiroft. Bajrami këtu në Tiranë do të falet nesër në shesh, në orën 6:30. Pra në orën 6:30 do të falet Bajrami në shesh, inshallahu Taala. Po mirë është që me qenë më herët atje, që me zënë venin e të gjitha. Allahu na mëshiroft, Allahu na mëshiroft. Domethënë, ikën ditët e Ramazanit shumë shpejt, ditë të kufizuara, thot Zoti në Kur'an. Pra janë ditë të kufizuara, Ramazani nuk mund zgjasi përjetësisht kur I thon. Lut Zotin na këtë pranuar, edhe këtë ditë lut Zotin na e pranoi. Netët e Ramazanit I kemi mbyllur. Pra mbrëm ishte edhe namazi I fundit të teravive dhe namazi I fundit të natës. Thota do të lidhemi në ditët në vazhdim. Inshallah, pse jo? Mund ta lejmë çdo natë të lidhemi kështu live, duke qenë se mësimet nuk I fillojmë dot ke xhamia për shkak se njerëzit agjërojnë 6 ditëshin. Alhamdulillah. Pra po thua se gjithë bota islame e Bajramin e ka ditën e Xuma, disa kanë agjëruar 30 ditë dhe disa kanë agjëruar 29 ditë dhe të dyja grupet janë okay, se I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë muaji qëllon 29 ose 30, kështu që jemi në rregull. Jemi në rregull. Ata që duan të shoqërojnë Ramazanin me 6 ditë, duhet plotësojnë një herë këto ditët e Ramazanit, pastaj të shoqërohet me 6 ditëshin. Kam ngrënë deri në 4:16 dhe harrova që ishte deri në 4:14. Nuk ka problem, inshallah Taala. Allahu ju rujt. Allahu ju rujt dhe ju nderoft dhe ju shpërbleft të gjithëve. Nëse qëllon namazi I Bajramit dhe I Xumas në të njëjtën ditë, njerëzit kanë tolerancë mos të prezantojnë Xuman. I dërguari Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë, sot ju janë bashkuar 2 festa. Pra festa e Fitr Bajramit dhe festa e Xumas. Kush prezanton për Bajram është I toleruar për Xuman. Po unë do ta fal Xuman. Kur të zëvendëson ditët e munguara, mundesh qysh ditën e parë mas Bajramit. Ditët e munguara mund t'i bësh qysh ditën e parë mas Bajramit. Mërama kam fal akshamin pa avdes, kam harru. Masi përfundova më ranë mend, tani mora abdes dhe e fala prapa. A jem në rregull? Po. Shumë mirë ke vepruar. Amin.
Allah ju lut, Zoti ju shpërblet të gjithëve për duat e për lutjet. A mund ta falim namazin e vitrit deri në kohën e së fyrit? Po. Jam për udhëtim sot me shpresë Allahut kam bën jetë ta mbaj. Mirë, po nëse nuk mundem, më lejohet ta vëzhgoj? Po, lejohet, nuk ka asnjë problem. A bën ta fillojmë agjërimin me datë 2 të Shewalit? Pra kemi kohë të agjërim 6 ditë shoqërues Ramazanit nga 21 marsi deri me 19 prill. PayPalin ton futu tek Instagrami im e ke postimi i parë. Postimi i parë tek Instagrami im. E ke edhe këtu në Facebook, e kam bërë me pin. A prishet namazi kur zën lemza? Jo. Ato ditë janë nga data 21 mars deri me datën 19 prill. Gjashditëshin mund të fillosh qysh një ditë mas Bajramit. Amin, dhe ju Zoti ju shpërblet. A prishtë të gjithë apo piva ujë 2 minuta mbas orarit? Kujdes, kujdes. Me kujdes. Me kujdes. Ne kemi hap telefonin dhe bëjshim amin kur ti bëjshë dua namaz. Shumë mirë, nuk ka problem. Si ka mundësi që kur falet namazi i vitrit disa largohen? A ka ndonjë arsye fetare? Jo, ka ignorancë fetare që largohen. Nuk ka arsye fetare, ka ignorancë fetare. Sa është mosha ideale për t'jen të agjërojnë? Duke fillu nga 9-10 vjeç e pas. Unë s'mujt me majtë se problem mushkni. Qofse s'ke mundësi, atëherë pagun për çdo ditë, shpagim. A bëhet që ditët që janë të shkuara me të njëjtat orare? Po, do të ecni me kalendarin e zakonshëm, Djali im është 8 vjeç, ka agjëruar 5 ditë, 4 ditë dhe natën e 4. Allah është shpërblet, shumë mirë, mashallah, mashallah. Si ta fal, thot Bajramin këtu në Itali, se këtu s'ka xhami. Duhet ketë aty afër, duhet ketë, interesose duhet ketë. Amin, amin. Për pastrim të pasurisë, a bën me ba dhe në Kurban Bajram? Hoxh, për pastrim të pasurisë, a bën me ba dhe në Kurban Bajram? Vallai nuk e kuptoj këtë pyetje. Çfarë ore falet namazi i Bajramit? 6:30 e kemi thënë. Rabbena taqabbal minna innaka antas samiul alim. O Allah, pranoj për nesh ti je dëgjuesi, ti di gjithçka. Kam thyer këmbën dhe falem shtëpi. E dëgjoj ezanën, por nuk mundem për shkak të këmbës. Falem shtëpi, s'ka asnjë lloj problemi. Nuk ka asnjë lloj problemi.
Kur të agjeroj ditët e lëna të Ramazanit, mundesh qysh një ditë mas Bajramit. Zëvendësimi a bëhet me ditët mungesë të kalendarit apo me ditët në vijim? Sa ditë ke pa agjëruar, ato ja agjeron. A prishet agjërim kur shplajmë gojë me ujë? Jo. Vetëm mos e ço poshtë. Po nëse del pas së fyrë dhe gjumit të del i gjysë orë më vonë, a duhet hash? Jo, s'lejohet, pa hëngrë del pa agjërim. A mund t'i bashkoj me një ditët e Ramazanit dhe ditët e Shevalit? Jo. Dje e qela iftarin 17:58, ka ngabuar, duhet ta përsë këtë ditë? Jo, përdesa ki po padashi, s'ka problem. Përse ndonjëherë çaj për dikë që e du për hir të Allahut, elhamdulillah, hajr inshallah. Vetëm mos çaj shumë. Kam një deri në 3 ora ibadet, a më quhet për natë kadrit, apo duhet rria gjithë natën? Mirë je, mashallah. A jemi obligim të agjërojmë një ditë me që e kemi fillu me vonesë? Jo. Allah. Sot përfundoj hatmen e Kuranit, a mund ta dedikoj për fëmijën tim? Në çfarë kuptimi? Ditë të Shevalit a mund ta agjërohen tek e tek? Po, mund ta agjërohen tek e tek ose bashkë, s'ka problem. Duhet t'jap vëllezërve sa ta kanë, por njëri vëlla është me fen e dëshmitarëve, te Jehovait a lejohet? Jo, s'lejohet. Sepse sadakaja e fitrit duhet t'jepet brenda bashkësisë. Sadakaja tjetër lejohet për të gjithë. A bën që burri musliman paguaj për gruan e cilë nuk është muslimane? Jo. Vitrat kanë kohë deri në Bajram, deri në faljen e Bajramit. Mirë. Amin. Si bëhet sa njerëz aty afër nesh kur falemi ngrin zërin? Hajr, inshallah, çfarë më bë? Sabër. Një njëri s'ka agjëruar, mund shkoj fali Bajramin? Po, mund shkoj ta fali Bajramin. Ne që e kemi filluar me Mekën, a do të agjërojmë? Sot, po, duhet të agjërojmë, sepse dhe ata agjërojnë. Mirë vëllezër. Allahu ju rujt, e Zoti ju nderoft, e Zoti ju dasht fort. Esselamu alaikum, se unë duhet dalë të falë sabahun në xhami. Kemi dua në khatmes.